Mirita, e pash aty e komentet se kishte shumë nga ju që doshit video. Tash hajde tash pa ja bëj video se i kam sukesh këto me nga një video, 2 vite në ditë po. Që shuj me e gjitha moment duke deti nga që ka frekuencën e mirë të dallgët. Që shuj me barë mirë fara jo. Qa të flisja unë për sot? Pash t'i përgjigjesha pyetje që keni quar, e këpëton? Edhe fillojmë nga aty e qopim që të barë për momentin. Me të shofim pyetjen e parë. Pyetja e parë është kështu, po thot ky djali, kam një bashk jetese toksike dhe kur të dëgjoj ty mundohem të shkëputem nga trupi dhe i arrij duke të dëgjuar për kjo situatë që po të tregoj, po më pengon t'i mbaj të njëjtat vibrime, edhe pse rruga jote është edhe e imja, më jep një këshillë të lutem, si mund të bëj që të mos ndikohem nga kjo gjë, sepse unë ndjej se brenda vetes kam energji të mira. Kur të dëgjoj ty, kthehem në normalitet. Çfarë më këshillon të bëj që kjo negativitet të mos më ndikoje? Po ti me unë se ti një farë situatën tate, ti me kështu që kuptojnë, ti me pa banon me prindit edhe me këto, edhe që e toksike ai vendi aty kreti. Po ti me patë mundësi i largoju, po e di unë që ke situatën ti. Po i largove sa më mirë, me gjena i vend tjetër, me banu, ose po e di unë që ke gjendjen ti. Po normalisht do t'i largohesh, e kupton, sa do të pengojnë, që ti përmesh në gjëra tjera. A kupton? Po që ajo toksika e po ta jep sinjalin që kjo është veni toksik, duhesh më dalë. Duhesh më bërë diçka tjetër. Shumë shkurt. A kupton, edhe ngrin atë vibracioni, frekuencën e mirë. Çfarë them unë? Shumë se le njëri të pengoj të, a kupton? Ti je i Zoti. E pash i koment këtu, po thoshte për atë videon që po flisja unë për zojsht. Po thoshte çka po bëhet kjo video, thot fix si një shoku im, se shoku aty mund të kenë ndodhur diçka ashtu. Kështu shifni, si jam vetëm unë, kanë shumë njerëz. Ka dhe shumë njerëz nga vende tjera që i kanë këto eksperiencat, jo vetëm unë. Pyetje tjetër. Të falenderoj shumë, nuk rri dot pa një video në ditë nga ju. Po një pyetje kam. Po mund të lutem, pse njerëzit i kanë dhënë këtë dhimbje në trupit? Se kjo ka mbledh, se nuk durohet dhimbja. Se njerëzit i kanë dhënë këtë dhimbje. Po ti nuk e dhimbje trupin mëna për mëna, po me ti ke hyrë kjo loja, kjo konstruksioni, kjo bota që themi ne, kjo topi rumullak, që mendon njerëzit. Ti ke këtu me, ti ke di që do hysh të harumeni me, edhe do zhvillosh vetëm duke marrë këto eksperiencat, edhe të mija edhe këqijat. Tu duken qija shumë ato, po unë kam thënë, dhe nga do qijat me shumë eksperiencë fort, bash shumë dhe ma fuqishme se ke qenë përpara. Ku e kupton që ke vujti me, edhe e ditë vujtjes. E ditë gjyshton të pësh vetën krenare. Dhimbjet e trupit, ti për me unë të kam tërgu që shta mash trupin mirë. I ke gjitha ke menja. Menja s'mund. Se ka mash trup të menjen. Parnaj njerëz ka qef të tregojnë për të gjëra, se du vetëm mirën, por nuk është ashtu, ti pas e kuptove me çfarë gjendje je, çfarë environmenti je. A është vështirë, gjithmonë të kesh dhimbje kështu. Po me ta kuptosh ti, me çka ke të bashtu, çysh është veni,
që shpëta të mund, jo që shta ka thënë tjerët, që tjerë zdin, nuk e kam pa vetë. Që këshuj me kjo dhimbja është përmena, duhet heq, po kur e kupton ti veten, kur e zbulon veten të dhimbjet ikin, prandaj ka thënë është një rrugë të punë kur ikin sa të rrugës. Fillim do të ikësh vetëm. Mos fol me njëri për të gjëra, baj vetëm, qetësi. 1. 2. Kur shon sa rrugët e bash i rrugët të punë, edhe të heqësh ato gjëra të dhimbjet që ke mëna për mrena, këto toksiket, edhe të njëjtën kohë të zhvillohesh. Është një këshuar si yin yang, negativ, pozitiv, e keqa, e mira. Janë gjitha të qijat, dhimbjet, bujtjet, komplet to që ne kam pa tjerët. Ne kam programu menjën, menja e kryojnë të smunjet. Nga gjitha rethana, nga gjitha perspektivet, që shmenon ti, që shqet i gjanë, që sqaron ti, ku shqet ti, që di ti, që kanë thanë të është vërtet, është vërtet. Gjitha të gjanë, aty vinë dhimbjet. Për shembull, s'kam dhimbje. Ato të nuk s'kam sot e dhimbjes, që ne kanë zbulu vetëm. Edhe për para, ku për zbuluar vetëm nuk isha dhimbje. Kisha kështu ku i qëtë negativitetat, që kisha mëna për mëna, që i shipe në jerë. Ku me eshe me njërës, në vinë të i nati, i bërtise në jerë, po dile nga energjia dhe më dhimbte. Ani e mure e dorë, e për mirë, s'kam nevojë të merë me të robit, në shoh punën time me. Edhe të rej gjërat mira në jetime. Edhe duke të rej gjërat mira me i lëruk të gjërat e këshia, se bëhen vetë to, me këto engjëll të tuje, këto që dhënë të guides, këto gjërat. Janë me ty gjithkohën ato. Jo vetëm të tjetë për gjitha jetën, po du të hapim minet, të ikim sa të rrugës mirë, është pak e vështirë fillim për të merë dorën, të je që je në dhimbje, je që je keq. Unë jam këtu jam, s'kam unë as dhimbje as e keq, unë jam për qeftu. E kam marrë dhe ke bregdeti sot, që të m'kapi pak ujë, që të bëhem edhe ma... A kupton, që ta kënaq vetëm, kjo është ajo. A kupton, e ti ikin dhimbje tani, me kohën. Po kjo është një proces, nuk është shkollaj, se këto dhimbje ti ke majti me që disa jetë, që disa vite. Edhe nga fisi jotë, do zoti, edhe nga këto tjerët, edhe tramat, këto i marrin tune, po këto rrinë ke vetëm në trupi. Kur vdes për shembull këto ikin, ose kur e zbulon veten, ti i heq to. Bie soja jo. Po je prap tu gjallë, pa dhimbje. Kur bia e koha, do pak praktik, doja 2-3 vjetë, a kupton, t'ja marrësh dorën, po i me ti ke vujt për disa vjetë. Po ti s'do vushi me, ti do zbulosh vetën të njëjtën kohë, a kupton, edhe i qiron dhe këto ani, se ke ma këto ma, dhimbjet. Se ke shumë ke sfera, ke që ke vogël, ke fisit tatë, do s'doti, janë energjia, kapëm energjia ato, i ketu mena për mena, këto duhen të çliron, këto janë ato dhimbjet, këto janë ato dëshpërimet. Se vujmë këtu për të gjërat, që ta zbulojmë vetëm se nuk vujmë manin e. Nuk ka gjatë jetë në botë ma kampione me zbulojnë në tate. Nuk kema dhimbje, nuk kema viktim. Jem mbretnesh. E sa mbretnesh e ka aty nalta apo jo? Që kanë qenë këtu këtë gjendje që kemi qenë edhe ma keq. I me janë atje ti thush ti, i përullësh, nga ajo zemra, nga ajo gjithë të vujtë që kanë pas, të jetë të vështira, karta të shuja shumë e fuqishme, që ja din të keqen i me. Ja din vlerën. Edhe mëson nga ato i me dhe zhvillon vetën. Që ti prap gjallje, a kupton, që shumë s'ka në gjatë keqe. Gjithë kemi pa lloj gjërash, gjithë kemi pas lloj dhimbjesh. Ato ikin, ku zhvillon të vetën, ato ikin sa ma shumë edhe po thuj ti je qiqërën, je për qef, nuk kam ma dhimbje. Nuk kam ma dhimbje. Këto dhimbje banë ku më menon ti që e ki trupi, s'ke ma, që nuk jeti zoti, ani menon ti se vdes trupi edhe ti me i për ullësh universit, jo universit për ullë ty. Aty ka bëjmë shumë njerëz. Pyetje tjetër. Po duke dëgjuar me lindi dhe një pyetje. Me qenë se krijohet loja atje lart, kur lind këtu nuk kujton asnjë gjë nga ato lart. Po. Si mund të zhvillohet loja duke luajtur pozitiv ose negativ?
Po mund të kthejnë në përgjigje. Loja nuk krijohet, loja është kriju me kohë. Edhe ato që kanë kriju lojën dhe ato janë këtu mrena. Janë njerëz puna ime, puna jote. Për me kemi artë harume, që kështu nuk kujtojmë asë gjanë nga ato që përtu t'i këtu. Zhvillohet loja duke luajtur pozitiv, po, ashtu zhvillohet loja. A kupton? I kemi të dyja këtu ne. Pozitiv, negativ, plus, minus, keqen, mirën. A kupton? Mashkull, femër, ti, unë, nata, dita, a kupton? Është dualiteti këtu, që ke loja, është për momenti kjo. A kupton? Nuk është kjo për gjithmonë, ti e për gjithmonë. Shpirti jot mena për mrena. Kjo loja të duke ty, kur të marrësh këtë loja, kur ke ikë në banjo, ku e aty nalt, kur ikë në banjo, po ban shurën, e marrove shurën me lave duar, po deli me. Marroj loja. Thuj. Shtu shërisa ke nejtë. Edhe vazhdon tani ku të ke qef shpirti jot. Por momentin e këtu ime, do të zbulosh veten, do ta jetosh jetën këtu ku je ime, se ke zgjedh vetë. Edhe zbuloje pse ke zgjedh, pse je kush je, pse e ke bak të gjërat, edhe të shpjegohen gjitha gjërat. Po ti je fuqishme, ti duron, për najtë kanë ardhur këto provoja, ato shenja që po vunë ose, a kupton? Që është jeta vështirë. Po kështu pozitive e negative është me zhvillu shpirtin, kështu zhvillohet shpirti. E marrë këtë eksperiencë këtu. Zhvillohet veta, kështu është loja, është teknologjia madhe shumë. Pyetje tjetër. Kur të dëgjoj, më duket se unë po e vonoj veten për të arritur në ato frekuenca të larta. Dhe pse e di se nuk ka ardhur koha ime. Të falenderoj shumë. Jo, me se më not. Po ti e në gjendje të mirë, unë po e shoh nga gjendja jote, ti se e gjendje të keqja, kupton? Po me ka dhon lart, po. I me kjo ndu kohë, këto nuk banë kështu, që kam thanu, ne i du më shpejt gjërat, ne i fiksu keq, ne. Edhe unë jam fiksu keq. I me, ti do të mendosh që kjo gjëja bëhet për herë të parë. Që bajnë tjerët. Ajo ka të bajnë shumë mundësi. Aja t'jep një të i veprim i kuptim që, e kam ba këtoj me. Po i me, të pëmthoj mu e bajnë dhe unë edhe banë dhe tjetër. E po mirë. Unë dhe përvoj me të baj këte. Edhe, të i kështë i meti, nga Shqipëria po thuj, t'ja vuzë shkam dhe i në Amerikë. Doja, i vit, 2 vjet, 3 vjet, parë që shikim t'i rrugës. Sa shpejt ikëna, a shef t'i lajme ta, a merës me gjanat e kota, apo studion diçka nga këto, praktikon këto, mediton këto, varet nga ty, sa shpejt e do ti, a këpton, qajt e do ti. Do t'i ndjekësh lekët, bash, ma i bosi, atëre, jo 3 vjet, 4 vjet, që di 3-4 jetë. E ka mua betin, a këpton, që i me dogajit e vetë, nuk ka gjamat një me zbulu vetën. Po mos e lem vetën balë, a këpton, ku i banë të gjërat, që jo në balë që që të t'i kësh najer fare, pa, du t'i kesh pak shumë gjëra pak siguri, ku me banu, që me hangë, që me pinge, ku me netë, që me studiu edhe më uratu, po atë mundësi, sa ma shumë. Edhe zbulohesh. Nuk ka nevoj për lekje jeta, për gjana kështu unë. Vetëm t'kesh thash, pish edhe të bënosh në event. Nuk ka kjo kështu diskoteka e të gjana dhe kota. Zhvilloj, ato baj ma vondi për pa të qef, po fillim fare zhvilloj vetëm. Po mje, po e lek tu i me, kam sa pyetje tjetër i përgjigj në vitën tjetër. Kështu, shif në vitën tjetër.